dogan, kemi secili oficer i ri doganor i cili fillon punën, një prej pyetjeve të para që mëson është kjo, se është e drejta e palës edhe në bazë të ligjit që fillimisht me deklaru nëse ka ndonjë produkt ose mall të cilin ka me deklaru. Tani kufit sasior, sa i lejohet me i pru ose sa nuk i lejohet, janë të publikuar në gjitha pikat kufitare, por në përgjithësi nuk mund të themi që në këtë aspekt kemi pas. Më herët ka qenë deri në 175 euro kufiri i lejuar për produkte që mundesh me i sjell, tash ka lëviz mbi 300 euro në bazë të direktivave të Unionit Evropian, për shkak që është vlerësuar që njerëzit mas liberalizimit, mas shumë gjanave lëvizin shumë më lirshëm edhe normalisht që e kanë të drejtën derisa ai produkt nuk përdoret për tregti, e kanë të drejtën me ble për nevoja të tyre. Por, sidoqoftë edhe këto është pak është lënë në vendimmarrje të oficerit doganor, se për shembull mund të kemi njëri i cili sjell ta marrim 100 lapsa. Me shembull të thjeshtë, vlera atyre nuk i kalon 50 euro, por sasia në këtë rast është komerciale, se askuj nuk i nevojitet 100 lapsa, kështu që duhet me pas parasysh që përveç një produkti përsëritur, është produkti i cili është sasi komerciale, se përndryshe nuk nevojitet për një aq të tillë. Edhe përkundër faktit që nuk e kalon vlerën monetare e cila është e lejuar, por sasia e kalon limitin. Besoj që edhe për shikues është një informat interesant që ta kemi me pas parasysh që në rast mund jo me pas nëse dikush ka ndonjë mosmarrëveshje ndogan duhet me ditë që edhe sasia është determinues. Janë disa faktorë, do të thotë faktori çmim edhe faktori i sasi që mirën parasysh në rastin e jo që kemi pas kësi lloj rasti ndonjëherë, po sa për ilustrim. Është shumë mirë me shpjegu se edhe njerëzit që kalojnë mandej nëpër pika doganore, kanë qef me ditë për shembull se çka ka me pagu dogan ose çka jo. Edhe për shembull unë nuk e di personalisht, s'po më kujtohet diçka kom ble nashti me sasi të mëdha, po edhe nëse kemi ble diçka ka qenë shumë individuale, e vogël që po thuhet tiku. Ne kemi edhe një rregullore e cila është lejimet e udhëtarëve, se çfarë duhet të ketë një udhëtar me çka i lejohet realisht një udhëtar me veti të bartë. Kjo është normalisht e bazë të direktivave të Unionit Evropian dhe ajo është marrë prej atyjit, se ne kemi obligim i harmonizu legjislacionin edhe rregullat e punës njëjtë me doganat e Unionit Evropian, anë për arsye se synimi i shtetit tonë është drejt Unionit Evropian dhe për këtë arsye synohet edhe procedurat dhe të gjitha normat ligjore të cilat aplikohen atje të aplikohen edhe këtu. Mund t'ju them që kemi pas mjaft ndërkombëtar që vinë dhe udhtojnë drejt edhe jashtë Kosovës. Dhe një pjesë e madhe anketimet kur zhvillojmë ndonjëherë në pikat kufitare kur dalin, e thonë që nuk dallojnë prej doganave të tjera, se qëllimi nuk është që oficeri doganor të jetë në pikë kufitare dhe ti ta kontrolloj gjithë secilin në hyrje. Këto mund ta bëjnë vetëm shtetet e tjera si Korea Veriore për shembull, secili udhëtar kontrollohet detajisht. Po metodat moderne të punës janë në bazë të analizës së riskut, në bazë të analizës së fluturimeve, në bazë të analizës së udhëtimeve, do të thotë që dihet që nëse një person X ose Y udhëton çdo 3 herë në javë për një destinim të caktuar, atëherë ajo është një lloj alarmi që dihet që çka është arsyeja, mund të jetë edhe arsye normale, sidoqoftë, po është një lloj indikatori i cili jep oficerëve doganor se ai person duhet të ndalet, ta marrim si shembull. Me pasë çka po sjell. Kemi pasur raste plot, mund të them që 95% janë që kanë një punë private e cila nuk ndërlidhet me çështjet e doganës.